Dakor, faleminderit. Faleminderit, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, përshëndetje, nga Fieri mbeta në Fier, në mos gaboj, ë? Po, edhe gjë e para, nuk ka një karrike ajo televizioni juaj ose në koltuk të uleni. Se më ke merakun mua që ri në këmbë. E dyta, po, Ja, dyta. rri vetë. Fati kombeve të vegjël, Gjoandi, fati kombeve të vegjël bart nga tragjeditë e dyreve të mëdha. Këta për ne janë tragjedi, se të huajt me neve talën dhe bëjnë si ti do qefi këtu në Shqipëri. Edhe këto Marta Kose, Dhallë Hire, Kaja Kallase, hepurin ndrysh këto të zhduke nga Shqipëria. Se ja kanë me hile Shqipëris. Po pse ja kanë me hile? Pse? Ja, shiko qa bëri ajo. Kush? Vjen këtu edhe. Shiko qa bëri. Po çfarë bëri pra? Flasin në mënyrë të papërgjegjshme. Ja kështu. Okej. Mirë, faleminderit. Edhe me zje kapa, Gjo. Po. Sa për çmimet, neve mana duam, nuk na i ka pa një qeveria. Ne po të dëgjojmë një gjë, ne rrisim gjireti çmimet. Po qeveria duhet i kontrolloj pra. Nuk e di Gjo. Shqiptari për shqiptari në ujk, e shqyen, ma e ban copa e ban. E vërtet. Neve për patëm një gjë në dorë, ne të vrasim, të shtypim, të shkelim. Ja, kështu jemi ne shqiptarët. Të falenderoj. Edhe kisha një gjë tjetër, Andi, në qoftë se ka mundësi të them dhe një gjë tjetër. Po, patjetër. Sa për këtë opozitën, dëgjoj që unë jam një popull i thjeshtë, nuk jam as te as ande, kupton? Sa për opozitën, kur janë ata janë deputete kështu nuk flasin. Kur i vëdrun Sali Berisha pastaj flasin, po pse s'foli ti kur ishe deputete po ministra, po më kupton, nuk mbroj Sali unë asnjë. E kupton? Pastaj Gjo, unë jam këtu në Marakastër dhe Baci është një qytet shumë e tradita, është gjitha Akrain, dhe Baci këta e kanë lënë, nuk e di si e kanë lënë. Dhe ai kryetari i bashkisë Marakastër, Shalamet djali, jo se ka në gjë se unë jam nga tjetër qytet dhe kam ardhur po rroj këtu. Këta njerëz të mi, po që ai kryetari i bashkisë Marakastër është njeri, nuk e kam gjë, nuk e lavdëroj. Po e ka lënë këtë Marakastër në ditë të pikës, në kohën e Kasrot Islamit, Marakastër ka pasur televizione, diti apo jo. Edhe këtu vini, jepeshin koncerte, vini këngëtar të mirë dhe vini jepi koncerte në kam sa njerëz të Marakastër. Shumë mirë. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, besoj ndamën e së bashku, ecim me një tjetër mendim dhe me një tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje. Si u gdive? Çfarë ke aty? Apo po i thua që të mbajmë pak qetësi me që po jenë program? I thash ti me shoqe me pak qetësi se. Jo, mirë, se jemi në program. Të dëgjojmë me kënaqësi, edhe fundjavë të mbar, të uroj. Edhe për ju. Po shikon, të lutem. Mos shikon nga televizori, shikon me këtu në telefon, mua. Ashtu je më mirë. Nuk jam aktore, nuk jam mësuar me televizion me gjëra, por ju si kombëtare më vjen keq që humbët. Edhe tashi nuk është se jemi mirë në gjithë fushat dhe në sport jemi shkëlqyshëm ne. Ky vend nga ta kapësh, nga ta shumë. Jo, ishte më shumë që na lajo ndeshje me keqardhje dhe me pishmallik, se me të vërtet mund ta fitonim, po të ishte Polonia shumë e fortë tjerë, okej, do thoshim që ishin më të fortë. Kjo është Polonia më e dobët e gjithë kohërave sa ja mund. E pra, edhe dy raste shumë të mira i patëm e këtu është ajo pishmania, po keqardhja. Rastet do humbën dhe tashi do ishte mirë me fjalë që të pasur kishte një motiv për të popull që është i varfër gjithandej, sepse kemi dy partit majta që nuk mendojnë për të popull. Do të fillu që ke pronë që s'ty ke pronare nga ka fut fshërë me njëri tjetrin vit dhe ata vjedhin pronën, shteti legalizon gjithë vjedhjet që janë bërë këtu kene. E ne kur ishte njerëzë, ne tashi i thonë 2026 akoma merremi jo komunist, jo ballist, jo kjo është e habishme. Më vjen keq. Tashi u po bëj pyetje ty, Ando.
qoftë se përgjigj. Po. Kur u ngretën rroga këto deputetët, apo në njëri që doli kundra, të dy ngretën dorë, pa. Po për të vendin ton, kush mendon? Asnjëri. Çmime skandal. Vajt atje bëra pazar, s'u kam qenë bëj pazar. 5 pesa jeshile, 2500 lekë. Po. Kush mendon për to njerëz? Tash me to drejtën. Mund të jetë aq edhe kilogrami, që është mbi 2000 lekë po njërë. Domati është 3200, 3500. 3500 është speci. Po, salata jeshile 3200, 3500, salata jeshile 2000 lekë, spinaqi 1600, dhe tjere tjere, se bëjmë pazar gjithë në... Po, patjetër që bëjmë pazar, se ti ke familje ta, po tash ja, do me ndodhe je për këtë vend që, pse do të vujmë vëlla? Edhe nafta pastaj me 203. E 203 që vendosi bordi, se ishte 214. Po pse bordi mos kujtos se i bim për nesh. Okej, mirë, e falenderoj zotrin, pati dhe themi një problematik me linjën, por mendoj që i ndanë gjitha mendimet. Përshëndetje!